Ne ende po vazhdojmë që t'jemi së bashku në këtë ditë feste të Fitër Bajramit, ku në studio kam kolegën time Dafinën, me cilën do të zhvillojmë një temë mjaft interesante dhe mjaft të bukur për sa i përket shamis islamike, mbulesës islame tek femrat. Me këtë bisedë do ta zhvillojmë me dy vajza të reja, me Anesa Loshin dhe Mersia Leshin. Vajza, mirë se erdhët në studio. Mirë Bajrami. Urime festën e Bajramit. Gjithashtu urime. Se na keni ardhur. Fillimisht faleminderit që keni pranuar ftesën të jeni prezente këtu. Faleminderit juve. Asalamu alaykum. Falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë, që krijoi qiellin, tokën, atë që ne shohim dhe atë që ne nuk e shohim. Paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Faleminderit shumë për ftesën, se pari gjithashtu shfrytëzoj rastin që të uroj dhe Fitër Bajramin për të gjithë besimtarët dhe është kënaqësia jona që jemi këtu me juve. Kënaqësi. Asalamu alaykum, paqja mëshira e Zotit qoftë mbi juve dhe me gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij. Në radhë të parë ju falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi që jemi sot në televizionin e juaj, e veçanërisht në festën e bukur të Fitër Bajramit, ku ju uroj juve dhe gjithë besimtarëve festën e Fitër Bajramit, duke shpresuar që Allahu na i ketë pranuar ibadetet tona, adhurimet tona, veprat tona të mira, edhe të kemi dalur të pastër nga muaji i shenjtë i Ramazanit. Dhe ky Bajram uroj që t'ju sjell shëndet, lumturi edhe qofshi të rrethuar me begatit e Zotit. Faleminderit vajza Amin. Tani një fjalë dua të them unë. Kjo studio është shumë e bukur në këto momente. Ju falenderoj të dyjave përzemërsisht që keni pranuar ftesën e Yllzës në këtë rast, edhe Yllza të dëshiroj shumë suksese sepse në këtë Bajram është intervista e parë që po zhvillojmë së bashku. Dëshiroj shumë suksese Yllz, edhe vajza faleminderit, edhe besoj se do të jetë një bisedë shumë e bukur mes vajzave sot. Faleminderit juve për ftesën, edhe Yllz gjithashtu suksese në këtë hap që e ke marrë. Faleminderit shumë. Fillimisht, mund të na tregoni pak se çfarë do të thotë mbulesa për ju? Të flas për mbulesën është një temë shumë delikate dhe besoj se nuk do arrij që t'i shprehi të gjitha ato ndjenjat. Mirë, por do përmbledhim me disa fjalë që mbulesa është krenari, mbulesa është mbrojtje dhe është siguri, por mbi të gjitha është një sukses. Kur them sukses, mendoj se mbulesa nuk të ndalon nga asgjë. Allahu xhaleshanuhu i hap dyert e suksesit dhe mbulesa nuk të mbyll asnjë derë. Allahu xhaleshanuhu nuk e sprovon njeriu me atë çka ai nuk mundet. Allahu xhaleshanuhu e di se çfarë është më e mira për neve. Dhe për këtë arsye Allahu xhaleshanuhu e bëri obligim mbulesën për çdo femër në mënyrë që ajo të jetë e mbrojtur dhe të ketë siguri. Mirësi, është e njëjta, le të themi, e njëjta ndjenjë? Po, absolutisht është e njëjta ndjenjë. Normalisht që Allahu e ka bërë urdhër mbulesën në Kur'anin e Madhështor, kështu që në fenë islame shpjegohet në shumë ajete kuranore, po edhe në shumë hadithe. Mbulesa është bërë obligim nga Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin Madhështor për gruan e cila ka hyrë në moshën mallore. Mbulesa është nder, është devotshmëri, është krenari për gruan muslimane. Lum ajo që e pravon. Dhe vërtet është një ndjenjë që nuk përshkruhet dot me fjalë. Ju si vajza, ku e gjetët inspirimin? Çfarë ju shtyu për ta marrë këtë hap? Nga u motivuat? Mësimin e familje më bën me të qartë qëllimin tim, që është drejt mbulesës. Kam fatin që nënën ta kem me shami dhe ajo ka qenë si një pasqyrë për mua, duke e parë edhe veten time në të, duke thënë se një ditë edhe unë dua të jem si ajo, me mbulesë. Mirë, por gjithashtu dhe ligjëratat, tani kemi edhe mundësinë rrjeteve sociale të mësojmë më shumë dhe gjithashtu ligjëratat e babai nuk mungonin asnjëherë përkundërsi. Nuk ka si. Dhe për mua padyshim që ishte një motivim i madh nga familja dhe nga shoqëria nuk mungonte asnjëherë motivim. Në cilën moshë ta kujtojmë edhe një herë? Para 3 viteve. Këtë vit i mbushi 3 vite. Normalisht që unë jam rritur në frymën fetare. Familja ime ka praktikuar fen, normalisht edhe praktikon fen islame. Po kemi pasur fatin e mirë që të ishim edhe nxënëset e medreses, ku mbulesën e kemi praktikuar çdo ditë. Duke parë veten time me mbulesë, shumë herë ja kam parashtruar vetes time pyetjen, po pse unë nuk e kam mbulesën? Normalisht që mbulesa është një hap shumë i rëndësishëm për jetën e një vajze. Të marrësh atë hap duhet të jesh shumë e guximshme dhe duhet të jesh shumë e sigurt. E të them të drejtën, unë do shta ndonjëherë nuk e kisha atë sigurinë e veten time, ka plonin shumë mendime. Jo sot, nesër, Ramazanin tjetër, po fillova shumë të lutesha për mbulesën dhe dini se si ka qenë lutja ime që dua ta ndaj edhe me juve.
o Zot, me jep ymen që një ditë të jem në mbulesë. Asnjëherë nuk jam dalur duke lutur këtë lutje Allahun, edhe normalisht që Zoti asnjëherë robën e vet nuk e kthen duar bosh. Edhe kjo lutje më shbër kabull dhe Ramazanin e kaluar, pikërisht këtë vit kam mbushur një vit që mbaj këtë krenari mbi kokën time. Përgëzoj. Faleminderit shumë. Do me thonë, fillimet e juaja ka qenë të mbushura me dyshime dhe me mendime. A keni pasur atë momentin që keni thonë, po çka nëse? Po çka nëse s'mund ta bëj këtë? Çka nëse s'mund ta bëj atë? Çka nëse më ndalën diçka? Pa dyshim, besoj se çdo femër që vendos e di këtë ndjenjë dhe pa dyshim që janë mendimet të kaplojnë dhe të mbulojnë kokën me se çfarë do ndodhi, si do sillem, apo si do ta mbaj, çfarë ndalohet, çfarë nuk ndalohet. Edhe pse siç e tha Mirësia se ne kemi fatin të jemi ish medresante, i kemi mësuar pikat kryesore, pothuajse në medrese, dhe edhe pse i kemi mësuar ne akoma kemi pasur atë frikën se çfarë do ndodh pas, si do jem pas. Mirë, por pa dyshim se është ndjenja më e mirë dhe uroj me shpirt që çdo femër ta përjetoj dhe vetëm atëherë mund t'i kuptoj fjalët që sapo i thash. Për plot 3 vite nuk janë pak tashmë, edhe e merr njeriu le të themi edhe më shumë guximin edhe çdo gjë për të bërë gjithçka, le të themi që ndoshta dikush e mendon që nuk mund ta bësh kur ke një mbulesë në kokë. Mirë, si për një vit për ty ka qenë ndonjëherë ndonjë barrierë, ndonjë vështirësi, ndonjë paragjykim, pse jo? Normalisht që Allahu nuk e ngarkon askën për te mundësive të veta, edhe normalisht që unë mbulesën e kam dashur aq fort sa që ndonjëherë edhe nëse jam paragjykuar qoftë edhe e vogël, nuk e kam vënë në konsiderat as pak, sepse kam dashur që të kënaqë Zotin e jo të kënaqë njerëzit. Absolutisht, kjo asnjëherë nuk ka qenë në mendimet e mia. Kam dashur ta fitoj shpërblimin të Allahut, jo të njerëzit nuk të shpërblejnë përveç Allahut. Kështu që nuk ndoshta ka pasur ndonjëherë, po pse tash, ndoshta edhe pak, je re, e kështu këto pyetje të tilla. Po ajo që unë jam përgjigjur gjithmonë me butësi edhe me buzëqeshje që ky ka qenë sa dëshira ime, kjo ka qenë vullneti im edhe kam dashur që të arris shpërblimin tek Zoti. Normalisht juve nëse ju pëlqej kështu, okay, nëse si ju pëlqej, kjo jam unë, vërtet. Me rëndësi shpirti tjetër rehat, po, e vërtet. Ta kesh ti veten rehat, tjerat nuk ka lidhje. Gjërat tilla hasim për ditshmërinë tonë, jo vetëm në mbulesën. Normalisht. Jo, edhe një femër e pambuluar paragjykohet. Ka shumë paragjykime, kështu që dhe jo gjithkush e kupton. Ama fatmirësisht nuk është se kemi pasur shumë paragjykime brenda këtij një viti, unë nuk është se kam hasur edhe shumë në paragjykime, se vërtet për fatin e mirë sot njerëzit edhe e din vlerën e mbulesës, e din se çfarë është mbulesa, por lut Zotin që ta dinë edhe më shumë kur ta provojnë. Fillimet e juaja, kur jeni zgjuar në mëngjes, ditën e parë pas mbulesës, si është ajo ndjenjë? Sa jeni mësuar ju me veten, javën e parë, muajin e parë, ato ditët e para, keni pasur vështirë? Pa dyshim se ishte një ndjenjë krejtësisht tjetër, sepse nëse dje dola pa shami, sot vendosa mbulesën dhe dola me mbulesë, duke i përjetuar të gjitha opinionet e njerëzve, qofshin ato të mira apo ndonjëherë edhe të keqia, i pranuam ashtu siç ishin dhe pa dyshim që ishte ndjenjë e papërshkrueshme, nuk mund t'ju përshkruaj me fjalë, por që një obligim që bëri Allahu xhaleshanuhu ne plotësuam dhe kjo është gjëja më e vlerë. Me kë u përballe të parin? Babaj? Babaj e kam këtë për ty. Ashtu është. Babaj dhe kur e shija se sytë e tij po rrillnin lot nga lumturia që unë vendosa mbulesën, ajo ishte një ndjenjë e papërshkrueshme dhe mund të them se tha për këtë ditë jetova, për këtë ditë e prita. Mirësi, kush të pa pari? Normalisht që familja. Ne kemi qenë në studime edhe kam pritur momenti që të shkoj në shtëpi që t'ju tregoj edhe familjes sa ndjenjë që unë po e ndjeja. Kam dashur ta mbaj për vete sepse nuk e di, ka qenë një moment i papërshkrueshëm. Siç thash edhe më herët, Ramazanin e kaluar jam mbuluar edhe kam shkuar në Taravi. Nuk e di, sikur më erdhi diçka që ma ndryshoi komplet mendimin tim. Edhe shkova në shtëpi,
vendosa shamin, dola përpara familjes dhe ju tregova që unë nga sot jam me mbulesë. Ka qenë një prej momenteve më të bukura të jetës time, edhe për familjen time. Normalisht që familja kanë qenë shumë përkras për këtë gjë, edhe me kanë përkrahur, me kanë përgëzuar, edhe me kanë uruar sukses në këtë haptimin të ri që e kam marrë. Edhe normalisht që janë gëzuar shumë pa mas. Besoj se gjithçka bëhet edhe më e lehtë, kur e ke familjen krah. Është një krah i fortë. Është krah i fortë. Ne e dim që hakut prindërve, hakut familjes, nuk do arrijm kur t'ju dalim hak. Por ajo çka ne bëjmë në jetë, sukseset tona, arritjet tona, të mira që i bëjmë në jetë, është që të gëzojmë familjen, të gëzojmë prindërit. Kështu ndoshta do mund t'i shlyejmë ato mundin që ato kanë bërë për neve gjatë tërë jetës tyre. Se ndryshe ndoshta nuk do arrisim do t'ju kthejmë hakun e tyre. Me vërtet. Shto është. Gjatë bisedës, do më thonë, kuptova se lidhen me Allahun, le të themi lidhen me Allahun, e keni pas qysh para mbulesës. Vërtet. Por, sa ka ndryshuar kjo pas vënjës së shamis? Mund të them se nuk është ndonjë diferencë e madhe, sepse edhe një femër pa mbuluar mund t'i kryej obligimet fetare. Mirë, por normalisht që mbulesa ta forcon lidhen me Allahun xhaleshanuhu dhe gjithashtu kur njeriu i praktikon obligimet e Allahun xhaleshanuhu, ai e bën që ta njohë më mirë atë krijuesin e gjithësisë. Absolutisht pajtohem me mendimin e Anesës, se normalisht që edhe një vajzë e cila është pa mbulesë, po flas për veten time, edhe unë përpara një viti kam qenë pa mbulesë, kështu që edhe një vajzë që është pa mbulesë i kryen obligimet fetare të cilët Allahu na ka obliguar në Kur'an, po mbulesa është normalisht që mburojë besimit, është forca me lidhjen me Allahun xhaleshanuhu dhe e forcon më shumë lidhjen me Zotin. Nuk mund të them se ka pasur diçka diferencë shumë të madhe, por është shtylla që e mban besimin fort me Allahun xhaleshanuhu. Një ndjenjë më e pastër. Mund ta përshkruash ndoshta. Dita ditës ne shohim gra të mbuluara, gjithkund, rastisëm shohim gra të mbuluara. Po një gjë që ka e vrejmë është se dallon mbulesa nga mbulesa. Po, stili, stili, veshja, vënia, cilat janë këto lloje të mbulesës? Çka i dallon ato? Çdo femër vendos se si do ta vendosë ajo mbulesën, se si do ta majë atë. Ajo do të japë përgjegjësinë në ditën e gjykimit për mbulesën e saj, për veshjen e saj, se çfarë vendosi të bënte, çfarë vendosi të veshte, ku vendosi të dilte dhe për të gjitha me radhë, siç e dim. Mirë, por besoj se nuk ka lloje të mbulesës. Allahu xhaleshanuhu neve na mësoi se si mbahet mbulesa, duke thënë se mbulojeni trupin tuaj përveç fytyrës dhe dyerve deri në nyje. Do të thotë është ai rregull që duhet t'i përmbahemi nëse jemi të bindura që duhet të vendosim mbulesën. Pa u shmangur asaj që në rregull ka stile të veshjeve, ka çdo gjë, por ajo që unë shoh sot është shumë e bukur edhe e vërtetë. Mersi, a mendon që ka një moshë ideale ose një periudhë të caktuar që femra duhet të mbulohet? A mendon që sa më e pjekur të jesh, e merr një vendim sa më adekuat për ta vënë shamin? E mendoj që sa më e pjekur të jesh, aq më shumë e kupton rëndësinë e mbulesës, jo vetëm mbulesës, por në përgjithësi të fesë, të Kuranit, namazeve, obligimeve fetare që Allahu na ka obliguar, po nuk mund të them që është një moshë ideale për vendosjen e mbulesës, sepse ato e vendos kur ti e ndjen, kur ti je sigurt që ta marrësh atë hap. Vetëm kur të jesh, Allahu xhaleshanuhu në Kur'an ka urdhëruar që gruaja e cila hyb në moshën madhore e ka obligim mbulesën, ashtu siç i ka obligim edhe obligimet e tjera. Por nuk ka ndonjë një moshë që është e caktuar, që është e caktuar për vendosjen e mbulesës, sepse Allahu e ka lënë të lirë robin e vet që të zgjellë atë që është e hajrit për të. Kështu që nuk ka ndonjë një moshë të caktuar për vendosjen e mbulesës, kur e ndjen vendose. Nëse fillimi i juaj i shkollimit nuk do të ishte medreseja, a mendoni se do të ishte ky ndikim, le të themi, pozitiv për të shkuar në fjalën e Kuranit famlart edhe në vendosjen e mbulesës apo shumë çka tjetër në praktikimin e fesë islame? A ndikon, le të themi, që në veçli, edhe shkollimi, por edhe ato ligjërata që marrim edhe në shtëpi? Besoj se ndikon shumë. Pavarësisht se fëmijët janë të vegjël dhe që shkojnë në xhami dhe mësojnë
qoftë edhe një sure, qoftë edhe një ajet të Kuranit, apo një thënje të profetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është një plus shumë i madh. Sepse ti aty e merr bazën. Medrese për neve padyshim ishte një hap i madh, padyshim që ishte një shtyrje e madhe që ne të jemi këtu ku jemi sot, mirë, por ne kemi marrur edhe në familje bazën e fesë. Dhe kjo është më e rëndësishme, sepse kur e merr që në fillim atëherë çdo gjë është e lehtë. Çfarë ju kishit thënë vajzave të cilat dojnë të nisin këtë rrugtim? A keni ndonjë këshill për to? Keni ndonjë shtyrje që ndoshta kanë dëshirë, por nuk e kanë atë guximin? Padyshim, sepse ishim edhe ne një ndër ato që kishim dëshirë, por derisa na erdhi guximi. Por dua të them se të mos ndikohen nga fjalët e njerëzve. Flas nga eksperjenca ime. Të mos ndikohen nga fjalët e njerëzve, por ta vendosin atë sa më parë. Ne nuk e dim saktimin e Allahu xhaleshanhu dhe nuk e dim se çfarë na sjell dita e nesërme. Po sikur të na arrijë vdekja dhe ne të jemi pa mbulesë. Atëherë, cila do ishte përgjigjja që ne do i thonim Allahu xhaleshanhu? Si do u përgjigjshim? A do të ndiheshim të turpëruara, apo me çfarë fjalëve ne do të dilnim nga situata? Mirë, por besoj se edhe nëse presin një moment që të jenë krejtësisht të sigurta, nuk do ta kenë deri në fund. Deri në momentin e fundit të kaplojnë ato mendimet. E vërtet kjo. Të gjitha mendimet se si do jetë, pasi që ta vendosi, por me besoni që është njëjtë, veç edhe më mirë. Mund të them që është krejtësisht edhe më mirë dhe unë uroj shumë që çdo femër ta përjetojë ndjesinë e mbulesës dhe Allahu xhaleshanhu ja lehtësoft vendimin dhe mbajtjen e saj. Para se të jap një këshill, unë dua të cekë edhe diçka, një meritë të madhe sa i përket mbulesës e ka edhe shoqja ime Anesa, e cila ka qenë më përpara meje e mbuluar, siç e thatë edhe ju, ka 3 vite që po mbush me mbulesë, duke parë Anesën se sa bukur e rregullon shamin, se sa bukur veshet. Normalisht që edhe mua më ka lind ideja, më ka lind dëshira më e madhe për vendosjen e mbulesës. Kjo ka me të vërtetë një meri shumë të madhe dhe Allahu e shpërblev, sepse mua më ka shtyr për vendosjen e mbulesës më shumë. Kjo është fiks, se po të ndërprej, është fiks ajo që të kesh gjithmonë shokun e mirë pranë Po, e vetes. vërtet, për fatin e mirë. Kam edhe fatin që e kam në krah. Nga tjetrën. Normalisht për fatin e mirë jam e rrethuar me shoqe shumë të mira. Unë ndoshta shoqe është diçka pak, por mund të them motra, sepse më ka bekuar Zoti se kur Allahu na bekon me njerëz të mirë në jetë, është diçka shumë e mirë, edhe lut Zotin që si në këtë dynja, po edhe në dynjan tjetër të jemi së bashkut. Ajo këshill që unë dua që përcjellit tek vajzat të cilët nuk e kanë shamin është që të mos ndikohen kurrësi nga fjalët e njerëzve. Sepse në të vërtetë nuk janë ato njerëzit të cilët neve na gjykojnë, po na gjykon Allahu. Njerëzit nuk janë ato të cilët na japin shpërblimin, po na shpërblen Allahu. E pse të ndikohemi për fjalëve të njerëzve? Ne njerëz jemi, me të vërtetë njerëz jemi, gaboj edhe unë. Ndoshta flasim diçka që nuk duhet flasim, pendohemi për atë që e flasim. Ndoshta edhe ato pendohen për paragjykime që i bëjnë. Po ajo çka unë dua të them është që kurrësi mos të ndikohen për fjalëve të njerëzve, sepse ajo është lidhja jote me Allahun, jo me njerëzit. Dhe shpërblimin ta dhuron Allahu e jo njerëzit. Pra, ta bëjnë hapin për veten e tyre, për Allahun, për xhenetin, që të fitojnë xhenetin. Siç e thamë edhe më herët, domethënë që prej fjalëve të njerëzve, jo vetëm mbulesa, po E vërtet. prej asgjë nuk duhet të ndikohemi si shumë e për vërtet. sukses një jetë, si për çdo hap tjetës, ne nuk duhet të ndikohemi nga fjalët e njerëzve. Janë shembujt më të bukur që na sollet sot. Edhe diçka të fundit, më qenë se u përmend shoqëria, vazhdon rrugtimi juaj së bashku, edhe në studime. Po. Njëkohësisht jemi dhe kolege. Edhe kolege. Studimet janë për Për mësuesi. Për mësuesi. Pse Pse të mësuesia? përgjithshme. Ne vërtet personalisht gjithmonë i kam dashur fëmijët. Gjithmonë kam dashur atë targetimin me fëmijët. Ndoshta ndonjëherë edhe në shtëpi kur më vinin muzafirë dhe vinte ndonjë fëmijë, unë dashën një qoshe të llomës time dhe rrishe me fëmijë. Gjithmonë nëna më kritikote edhe, po, arri me muzafir, mos rri me fëmijë. Po diçka është një ndjenjë shumë e mirë kur edhe fëmia e sheh që edhe ti po
ndjen ndonjëherë veten tënde si fëmijë, si ato, sepse lun me to. Sado që të rritesh, gjithmonë është ajo ndjenja fëmijërore, ajo ndjenja që e ndjen veten ndonjëherë kur e sheh një fëmijë se sa bukur lun. Mundohesh edhe ti t'ja bësh qefin, absolutisht që po. Përshtatesh. Po, normalisht. Edhe gjithmonë e kemi pasur atë dëshirën me fëmijë, që të merremi me fëmijë në rrugë, po ta shohim një fëmijë, po si jesë, qeshemi. Pjesë e jona. Normalisht është pjesë e jona. Dhe mësuesia ka qenë dëshira jonë e madhe që urojmë që një ditë edhe të kemi edhe kontaktin kështu fizikisht me fëmijët, sepse është dëshira jonë shumë e madhe, po për fatin e mirë, jemi shoqe, jemi edhe kolege, edhe urojmë që të jemi gjithmonë kështu, të shkojmë shumë mirë gjithmonë shtu bashkë. Juroj me gjithë zemër këtë. Sukseset më të mëdha ju urojmë. Faleminderit shumë gjithashtu dhe juve. Ishte kënaqësia jona. Ju urojmë shumë suksese në punën e juaj, edhe në parësi. Allahu ju prif të mbarën edhe inshallah gjithmonë keni sukseset e pandashme. Faleminderit. Gjithashtu vajza, mirë se Anisa ishte kënaqësi që ishit sot me neve në këtë studio. Tani koha për të shkuar në shtëpi për të pritur mysafir, sepse është ditë feste, ditë bajrami. Për këtë ju falenderoj që keni ndarë kohën edhe jeni sot. Shumë suksese, shëndet mbi gjitha, edhe shumë, le të themi, gjëra të bukura dhe pozitive për ju dhe për familjen e juaj. Faleminderit shumë edhe ju ka për ftesën, është kënaqësia jona që kemi qenë sot në programin e juaj dhe paqë gjithmonë gëzime. Faleminderit. Ne do vazhdojmë të jemi së bashku me festën e Fitër Bajramit në ekranin e televizionit të UTA. Tani Ilza do të shkëputemi pak edhe ndoshta pse jo do të kalojmë tek ato që na urojnë festën e Fitër Bajramit çdo herë, janë të shumë përmes ekranit të televizionit të UTA. Shkëputemi nga studio për të ndjekur urimet e Fitër Bajramit.